Çfarë do të bëje ti, nëse do të gjeje 3 fëmijë të vegjël duke qarë në rrugë, pa askënd që t'i mbroj? A do t'i kaloje indiferent, apo do të ndaloje? Sot do të dëgjosh një histori që do të trondit, por edhe do të t'jap shpresë. Është historia e Antigonës, një gruaje shqiptare që ndryshoi jetën e 3 jetimëve, edhe pse vetë nuk kishte gati asgjë. Por para se të fillojmë, më thuaj në komente. A beson ti se mirësia kthehet? A ke parë ndonjëherë dikë që ka bërë diçka të mirë nga zemra dhe jeta ja ka kthyer me bollëk? Shkruaj poshtë mendimin tënd, sepse kjo histori është dëshmi se ekziston drejtësia hyjnore. Tani, le të fillojmë. Antigona kishte mësuar që nga fëmijëria se jeta nuk ja fal askujt. Kishte humbur baban kur ishte ende vajzë e vogël dhe nëna e saj, e sëmurë dhe e dobët, kishte vdekur pak kohë pasi ajo u martua. Burri i saj kishte qenë njeri i mirë, por fati nuk kishte qenë në anën e tyre. Ai kishte vdekur në një aksident pune, duke e lënë Antigonën vetëm, pa fëmijë dhe pa të ardhura të sigurta. Antigona jetonte në një fshat të vogël në veri të Shqipërisë, ku njerëzit e njohin njëri tjetrin dhe ku fjalët përhapen më shpejt se era. Shtëpia e saj ishte e vjetër, me mure prej gurësh që i kishin parë breza të tërë, por që tani kërcëllinin nën peshën e kohës. Çatia rrjedhte kur binte shi, dritaret ishin të plasaritura dhe ngrohtësia në dimër vinte vetëm nga një sobe vjetër druri që glabëronte tym. Por edhe në atë varfëri, Antigona nuk ankohej. Punonte çfarë të gjente, lante rroba për të tjerët, pastronte shtëpi, mbledhte bar për kafshët e fqinjve. Çdo mëngjes zgjohej para agimit dhe çdo mbrëmje pinte në shtrate lodhur deri në palc, por me ndërgjegjen të qetë se kishte bërë gjithçka që kishte mundur. Fshatarët e njohin si gruan që nuk fliste shumë, por që kurrë nuk refuzonte ndihmë kur dikush kishte nevojë. Ishte ajo që shkonte tek të moshuarit për t'i ndihmuar, ajo që merrte ujë nga pusi për gratë që nuk mund të ngrinin shtambat e rënda, ajo që ndante bukën e fundit kur dikush tjetër ishte më i uritur. Antigona ka zemër të madhe, thoshin disa gra të fshatit. Por çfarë do t'i bëj zemra kur nuk ka bukë në tryezë? Dhe të vërtetën, Antigona shpesh shkonte për të fjetur e uritur, por kjo nuk e bënte më pak bujare. Ajo besonte se Zoti shihte gjithçka dhe se sakrifica nuk mbetej kurrë pa shpërblim. Ishte një mëngjes vjeshte kur qielli ishte ende i ngrysur dhe era e ftohtë fshihej nëpër rrugët e ngushta të fshatit. Antigona po kthehej nga puna, kishte kaluar natën duke u kujdesur për një grua të moshuar që ishte e sëmurë. Këmbët i dhembën, shpina i rëndonte dhe stomaku i bërtiste nga uria sepse nuk kishte ngrënë asgjë prej mbrëmjes së kaluar. Ndërsa po ecte përgjatë rrugës së plakosur, dëgjoi një zë. Ishte një qarje e dobët, pothuajse e zhdukur nga zhurma e erës. Antigona ndaloi dhe përkul veshët. Përsëri e dëgjoi. Ishte zëri i një fëmie. Zemra i rrahu më shpejt. Ajo nisi të ecë drejt burimit të zërit dhe pasi kaloi një kthes, pa një pamje që ja ngriti përmbys shpirtin. 3 djemë të vegjël ulur pra një muri të rënuar. Të 3 ishin të veshur me rroba të shqyera, të ndotura dhe plot pluhur. Njëri prej tyre, më i madhi, dukej se kishte rreth 8 apo 9 vjeç. Ai i mbante të 2 të tjerët, njërin në preh dhe tjetrin pranë vetes, duke u përpjekur ta mbulonte me një pjesë të këmishës së tij. Të 3 ishin duke qarë, por pa zë, sikur të kishin mësuar që askush nuk do t'u përgjigjej. Antigona u afrua ngadalë, duke mos dashur t'i tremte. "Ç'keni bir?" pyeti ajo me zë të butë, duke u ulur përpara tyre. Djali i madh i pa me sy frike dhe mosbesim. "Nuk kemi asgjë," tha ai me zë të mbytur. "Po prindrit tuaj?" pyeti Antigona. Djali uli kokën. "Nuk kanë dashur të na mbajnë. Na lanë këtu dhe nuk kanë ardhur më." Fjalët e tij ishin kaq të thjeshta, por kaq të dhimbshme, sa Antigona ndjeu se diçka i çau brenda. Nuk e dinte se nga do t'i merrte forcat, as nga do të gjente bukën për nesër, por dinte se nuk mund t'i linte atje. "Çohuni," tha ajo, duke i shtrirë dorën. "Ejani, me mua." Djaloshi i madh e shikoi me dyshim. "Ku?" "Në shtëpi," tha Antigona. "Në shtëpinë time. Nuk është e madhe dhe nuk kam shumë, por nuk do të flini më në rrugë." Kjo ishte dita kur jeta e Antigonës ndryshoi për gjithmonë. Udhëtimi drejt shtëpisë së saj ishte i heshtur. 3 djemtë ecnin pas saj si hije të friksuara, duke mos nxjerr asnjë zë. Antigona i vështronte her pas here dhe zemra i rëndonte. Sa vuajtje kishin parë këta fëmijë, sa net kishin kaluar në të ftohtë, duke mos ditur se do të shihnin dritën e një dite tjetër.
Kur arritën në shtëpi, i futi brenda dhe i uli pranë sobës. Megjithse nuk kishte dru të mjaftueshëm, Antigona djegte çfarë kishte për t'i ngrohur. Ajo doli në kuzhinë dhe çau një copë buke që kishte mbetur nga dita e kaluar. E ndau në 4 pjesë, 3 për ta dhe 1 për vete. Kur i la bukën përpara, të 3 djemt nuk lëvizën. Ata e shikonin me sy të mëdhenj, të friksuar se mos ishte një kurth. "Hani," tha Antigona me butësi, "është për ju." Vetëm atëherë ata zun bukën dhe filluan të hanin aq shpejt sa gati po mbyteshin. Antigona i vështroi dhe lotët ju mblodhën në sy. Kur u ngrën, ajo i pyet: "Si i keni emrat?" Djali i madh foli i pari. "Unë jam Luan," thaj, duke shikuar me ata sy që kishin parë më shumë se sa duhej. "Ki është Ardit?" vazhdoi ai duke treguar djalin e mesën, "dhe ki është Eri?" Djali më i vogël mezi mbante syt hapur. "Mirë," tha Antigona, "nga sot dhe ututje ju jeni këtu. Kjo është shtëpia juaj." Luani e shikoi me mosbesim. "Për sa kohë?" Antigona buzëqeshi përmes lotëve. "Për aq kohë sa të dëshironi." Kjo ishte nata e parë e shumë netëve që do të vinin. Antigona i shtroi të 3 në domën e vetme që kishte, duke i mbuluar me qilima dhe jorgan të vjetër. Vet ajo ra në shtratë e lodhur deri në palc, por nuk mund të fliste. Mendja i shkon tek nesër, si do t'i ushqente, si do t'i vishte, si do t'i mbante ngrohtë gjatë dimrit që po afrohej. Por edhe në mesin e frikës, Antigona ndjeu diçka tjetër, një qëllim. Për herë të parë pas vdekjes së burrit, ndjeu se kishte një arsye për të vazhduar. Ditët e para ishin të vështira. 3 djemt ishin të mbyllur në vete, nuk flisnin shumë dhe nuk besonin lehtë. Ishin mësuar të zhdënjehen, të braktisen, të bëheshin dëshmitar të premtimeve boshe. Antigona e kuptoi këtë dhe nuk u detyroi të flasin. Ajo thjesht ishte atje, çdo mëngjes, çdo pasdite, çdo mbrëmje. I lante, i ushqente, i mbante pastër dhe të ngrohtë. Kur Eri, më i vogli, zgjoi në mes të natës duke qarë, Antigona shkonte dhe e mbante në krah derisa të qetësohej. Kur Arditi sëmurej me ethe, ajo nuk lëviste nga koka e tij për 3 ditë e 3 netë. Dhe kur Luani bëhej jashpër dhe i largët, duke u mbyllur në vete, Antigona thjesht ulej pranë tij dhe thoshte: "Kur të dëshirosh të flasësh, unë jam këtu." Në fillim, djemt nuk dinin si ta merrnin këtë grua që kishte shfaqur në jetën e tyre. Ishin mësuar me braktisje, me fjalë të forta, me dorë të ngritura, por Antigona nuk i goditi asnjëherë, nuk u bërtiti asnjëherë. Edhe kur gabonin, edhe kur thyenin diçka, edhe kur ishin kokfort, ajo fliste me butësi. "Nuk ka problem," thoshte ajo. "Gjërat thyhen, por zemrat duhet të mbeten të plota." Ngadalë, shumë ngadalë, djemt filluan të hapen. Luani filloi të fliste pak më shumë, Arditi filloi të buzëqeshte, Eri filloi të quante nën pa e kuptuar. Dhe çdo herë që dëgjonte fjalën nën, zemra Antigonës mbushej me një ngrohtësi që asnjë sobë nuk mund ta jepte. Por fshati nuk ishte i butë me zgjedhjen e Antigonës. Njerëzit filluan të flasin. "Ajo grua ka të shmendur," thon disa. "Si mund të marrë 3 fëmijë huaj kur vetë me zimban veten? Ata djem kanë gjendë keqe," thoshin të tjerë. "Prindrit i kanë braktisur me një arsye, janë të prishur." Fjalët të tilla arrinin tek Antigona si shigjeta helmuese, por ajo nuk u përgjigj asnjëherë. Ecte me kokë lart, me 3 djemt pas vetes dhe nuk i kushtonte vëmendje për gojimeve. Megjithatë, natën, kur ishte vetëm, lotët i rrynin. Një ditë, ndërsa po kthehej nga tregu ku kishte shitur disa perime që kishte mbjell, një grua nga fshati e ndali. "Antigona," i tha ajo me një buzëqeshje falce, "a nuk mendon se po bën gabim? Ti vetë je e varfër, si do t'i mbash ata?" Antigona e shikoi drejt në sy. "Zoti do të gjej rrugë," tha ajo qetë. "Nuk mund t'i lë në rrugë, askush nuk e meriton atë." Gruaja tundi kokën me përçmim. "Mirësia jote do të të shkatërroj." Antigona nuk tha asgjë më. Vazhdoi rrugën dhe fjalët e gruas i mbetën pas, si tum që të tretet në erë. Por jo të gjithë ishin kaq të ashpër. Kishte edhe njerëz të mirë. Një grua e moshuar i dha një çantë me perime, një burr i dha pak dru për dimrin, një tjetër i solli një palë këpucë të vjetra për djemt. Ishin gjeste të vogla, por që bënin ndryshim. Antigona i pranoi me mirënjohje dhe ju mësoi djemve diçka të rëndësishme. Kur dikush të jep diçka, mos harro kurrë, edhe nëse është vetëm një copë bukë, është dhënë me zemër dhe ditën kur ti të kesh, duhet ta kthesh.
Djemtë e dëgjonin me vëmendje. Ata shikonin se si Antigona trajtonte çdo njeri me respekt, pavarësisht se si e trajtonin atë. Shikonin se si ajo nuk mbante mëri, nuk kërkonte hakmarrje, nuk fliste keq për askënd. Pse nuk u përgjigjesh? E pyeti Luani një ditë pasi kishte dëgjuar një grua duke thënë diçka të keqe për Antigonën. Sepse fjalët e tyre nuk ndryshojnë të vërtetën, tha Antigona. Unë e di se çfarë kam bërë dhe pse e kam bërë, dhe kjo mjafton. Por kishte momente kur edhe Antigona ndjente peshën e gjykimit. Kishte momente kur pyeste veten nëse kishte bërë gabim, kishte momente kur shikonte 3 djemtë dhe mendonte, çfarë nëse nuk jam e mjaftueshme, çfarë nëse nuk mund t'ju jap atë që meritojnë. Por pastaj shikonte fytyrat e tyre, fytyra që po ndryshonin, që po bëheshin më të lumtura, më të shëndetshme, më të sigurta, dhe e dinte se po bënte gjën e duhur. Dimri erdhi i ashpër atë vit. Bora filloi të binte në fund të vjeshtës dhe nuk ndali për javë. Rrugët u mbuluan dhe fshati u mbyll në heshtim të bardhë. Antigona e dinte që ky do të ishte dimri më i vështirë i jetës saj. Ushqimi u paksua, druri mbaroi shpejt dhe të ftohtit depërtonte në përçarjet e dyerve dhe dritareve. Por Antigona nuk u dorëzua. Ajo dilte çdo ditë për të kërkuar dru në përfye, edhe kur bora i arrinte deri në gjunjë. Duart i ngrinin, këmbët i mpiheshin, por ajo vazhdonte. 3 djemtë shikonin me admirim. Luani, djali i madh, filloi ta ndihmonte atë. Ai dilte me të dhe mblidhte dëngjë, edhe pse ishte ende fëmijë. Nuk duhet të dalësh me këtë kohë, i thoshte Antigona, por ai përgjigjej, je vetëm, nuk mund të bësh gjithçka. Ato fjale prekën Antigonën thellë. Për herë të parë, Luani po e quante atë nën pa e kuptuar. Dhe çdo herë që dëgjonte fjalën nën, zemra e Antigonës mbushej me një ngrohtësi që asnjë sob nuk mund ta jepte. Një natë, kur të ftohti ishte aq i ashpër sa edhe soba nuk mjaftonte, Antigona i mblodhi të 3 djemtë pranë vetes, i mbuloi me çdo organ që kishte dhe i mbajti në krah. Do të kalojmë, u tha ajo, të së bashku, do të kalojmë gjithçka. Dhe kështu kaluan atë natë, të 4 të mbërthyer së bashku, duke ndarë ngrohtësinë e njëri tjetrit. Kur erdhi mëngjesi, Eri, djali më i vogli, i tha diçka që Antigona nuk do të harronte kurrë. Nën, i tha me zë të vogël, unë nuk kam frikë kur jeti këtu. Antigona nuk mund të mbante lotët. I puthi në ball dhe shtrëngoi fort. Dhe unë nuk do t'iki kurrë, i u përgjigj ajo. Kurrë. Por dimri nuk ishte vetëm i ftohtë, ishte edhe i uritur. Ushqimi që Antigona kishte mbajtur filloi të mbaronte. Bukën e ndante në copa gjithnjë e më të vogla. Veten nuk e ushqente pothuajse fare, duke ju dhënë gjithçka djemve. Pse nuk ha? E pyeti Ardit një ditë, duke vërejtur se Antigona thjesht i shikonte duke ngrënë. Kam ngrënë tashmë, gënjeu Antigona. Ju hani. Por Luani e kuptoi të vërtetën. Një mbrëmje, kur Antigona mendonte se të gjithë po flinin, ai u ngrit dhe shkoi në kuzhinë. Gjeti copën e bukës që Antigona e kishte fshehur për veten, aq të vogël sa mezi mbushte pëllëmbën. E mori dhe ja vuri pranë derës së dhomës së Antigonës. Në mëngjes, kur Antigona e gjeti, e kuptoi se çfarë kishte bërë Luani. Lotët ju derdhën. Ky djalë i vogël, që kishte kaluar kaq shumë, po kujdesej për të. Atë ditë, Antigona vendosi diçka. Do t'i mësoj këta djemë çdo gjë që di. Do t'i bëj burra të mirë, të fortë dhe të aftë, sepse kjo botë ka nevojë për njerëz të tillë. Kur pranvera erdhi në fund, bora u shkri dhe jeta filloi të kthehej në fshat. Antigona ishte e lodhur, e dobësuar nga dimri i gjatë dhe i ashpër, por nuk u dorëzua. Ajo e dinte se tani duhej të fillonte të mbjellte, të siguronte ushqim për muajt që vinin. 3 djemtë, të cilët tani ishin më të fortë dhe më të sigurt, e ndihmuan. Luani mësoi të punojë në tokë. Arditi mësoi të kujdesej për perime. Eri, edhe pse i vogël, bënte çfarë mundej. Mblidhte gur, mbarte ujë, pastron vegla. Antigona i shikonte duke punuar dhe zemra i mbushej me krenari. Këta djem, që dikur ishin kaq të dobët dhe të friksuar, tani po bëheshin të fortë. Puna është e shenjtë, u thoshte Antigona. Kur punon me duart e tua, fiton jo vetëm bukë, por edhe dinjitet. Dhe djemtë dëgjonin, mësonin jo vetëm nga fjalët e saj, por edhe nga shembulli i saj. Shikonin se si Antigona punonte nga agimi deri në mbrëmje, pa u ankuar. Shikonin se si ajo kurrë nuk kërkonte nga të tjerët atë që mund të bënte vetë. Një ditë, një burr nga fshati erdhi tek Antigona me një propozim.
Kam nevojë për dikë që të punojë në arën time, tha ai. Do të paguaj mirë. Antigona pranoi, dhe kështu, gjatë pranverës dhe verës, ajo punoi edhe më shumë, në arën e burrit gjatë ditës, në kopshtin e saj në mbrëmje. 3 djemt punonin pranë saj, duke mësuar çdo ditë diçka të re. Por nuk ishte vetëm punë. Antigona gjente kohë edhe për të luajtur me ta, për të qeshur, për t'i bërë të ndiheshin të dashur. Në mbrëmje, kur dita mbaronte, ajo i mbledhte pranë sobës dhe u tregonte histori për trimëri, për nder, për mjerësi. Një njeri nuk matet me paratë që ka, por me zemrën që tregon. Mund të jesh i varfër në xhep, por i pasur në shpirt. Dhe një njeri me shpirt të pasur nuk është kurrë i vetmuar. Djemt dëgjonin me vëmendje, dhe fjalët e Antigonës po mbilleshin thellë në zemrat e tyre. Një ditë vere, Arditi gjeti një portofol në rrugë. Ishte në rrugën kryesore të fshatit, i hedhur pranë një guri. Arditi e hapi dhe pa para, jo shumë, por për një fëmijë që nuk ishte parë asnjëherë para në duar, dukej si pasuri. Zemra i rrahte fort. Mendoi, me këto para mund të blejmë bukë për një javë, mund të blejmë mish, mund të blejmë diçka që na mungon. Por pastaj kujtoi fjalët e Antigonës. Ndershmëria është më e vlefshme se çdo gjë tjetër. Arditi mori portofolin dhe vrapoi në shtëpi. Nën, tha i emocionuar, gjeta këtë, çfarë duhet të bëj? Antigona e pa portofolin dhe pastaj e shikoi Arditin në sy. Çfarë mendon ti se duhet të bësh? Arditi uli kokën. Duhet ta kthej. Pse? Pyeti Antigona duke dashur ta dëgjonte arsyetimin e tij. Sepse nuk është i imi, dikush e ka humbur, dhe ai dikush mund të jetë po aq i varfër sa ne. Antigona buzëqeshi me krenari. Atëherë di se çfarë duhet të bësh. Arditi shkoi në qendër të fshatit dhe pyeti njerëzit nëse kishin humbur portofol. Në fund, një burr i moshuar erdhi dhe tha: "Po, unë e humba. Faleminderit bir." Burri dha Arditit disa monedha si shpërblim. Arditi u kthye në shtëpi me monedhat në duar dhe me zemër të mbushur me diçka më të madhe, krenari. Sot mësove një mësim që askush nuk mund ta mësojë në shkollë. Mësove se ndershmëria ka vlerë më të madhe se çdo para. Dhe ajo natë, kur Arditi ra për të fjetur, ndjeu një paqe që nuk e kishte ndjerë më parë. Por jo çdo ditë ishte e bukur. Kishte ditë kur djemt kujtonin prindrit e tyre, ata që i kishin braktisur. Kishte ditë kur pyesnin, pse na lan, çfarë bëm keq? Një mbrëmje, Luani u tha Antigonës, ndonjëherë mendoj për ta, për nënën që na londi, për babain që na la, dhe dua të di pse na braktisën. Antigona e shikoi me butësi. Ndonjëherë, njerëzit bëjnë zgjedhje të këqija jo sepse fëmijët janë të këqinj, por sepse vetë nuk janë të fortë, tha ajo. Nuk mund të them pse prindrit e tu bën atë që bën, por mund të them se ti nuk je përgjegjës për zgjedhjet e tyre. Por nuk ndihemi plot, tha Luan me lot. Ndihem sikur kam një vrim brenda. Antigona e përqafoi fort. Dhe unë jam këtu për ta mbushur atë vrim, tha ajo. Jo si zëvendësuese e asaj që ke humbur, por si dikush që të do ashtu siç je. Ato fjalë qetësuan Luanin, dhe nga ajo natë ai filloi të quante Antigonën nën, jo vetëm me fjalë, por edhe me zemër. Vitet kalonin dhe djemt po rriteshin. Luan po bëhej adoleshent, i lartë, i fortë dhe serioz. Ardit po bëhej një djalë i mençur dhe i kujdesshëm. Eri, më i vogli, ishte ende i njom, por plot jetë dhe gëzim. Antigona i shikonte dhe ndjente një përzierje emocionesh, krenari, dashuri, por edhe frikë. Çfarë do të bëheshin? Si në të përballonin botën kur ajo nuk do t'i ishte më pranë? Por nuk e tregoi kur frikën. Në vend kësaj, vazhdoi të mësonte gjithçka që dinte. U mësoi të gatuan, të rregullonin gjërat e prishura, të kujdeseshin për veten. U mësoi të lexonin dhe të shkruanin, duke përdorur libra të vjetër që kishte gjetur. Arsimi është çelësi që hap çdo derë, u thoshte ajo. Mund t'i jesh i varfër, por nëse ke dije, askush nuk mund të të ndalë. Luan mësoi shpejt. Ai e donte matematikën dhe logjikën. Ardit e donte të lexuarit dhe historinë. Eri e donte gjithçka që kishte të bënte me njerëzit. Pyeste, fliste, dëgjonte. Një ditë, një mësues nga qyteti erdhi në fshat për të vizituar një të afërmin.
Dëgjoi për Antigonën dhe 3 djemt që ajo po rriste. Erdhi për ta parë. A është e vërtet se po i mëson vet? E pyeti mësuesi Antigonën. Po, tha Antigona fjesht. Mësuesi i pyeti djemt disa pyetje, matematik, gjuhë, histori, dhe u habit kur pa se ata dinin më shumë se shumë fëmijë që shkonin në shkollë. Ju po bëni një punë të mrekullueshme, i tha mësuesi Antigonës. Por këta djem meritojnë më shumë, meritojnë shkollë të mirë. Antigona e dinte këtë, por e dinte edhe diçka tjetër. Nuk kishte para për t'i dërguar në shkollë. Do të gjejmë një rrugë, tha me vendosmëri. Gjithmonë ka një rrugë. Për gjetur rrugën nuk ishte e lehtë. Antigona filloi të punonte edhe më shumë, 2, ndonjëherë 3 punë në ditë. Lante rroba, pastronte shtëpi, punonte në ara, merrte përsipër çdo punë që i dilte përpara. Trupi i saj po lodhej, dhimbjet po bëheshin më të shpeshta, por nuk u ankoa kurrë. Çdo monedhë që fitonte e kursente me kujdes. Djemt e shikonin dhe zemrat u dhemshin. Nën, je duke u lodhur shumë, tha Luan një ditë. Jam mirë, tha Antigona, duke buzëqeshur edhe pse këmbët mezi e mbanin. Jo, nuk je, tha Ardit. Ne shohim, duhet të pushosh. Do të pushoj kur të bëhem plak, tha Antigona me humor, por tani kam punë për të bërë. Por një natë, trupi i saj dha sinjali alarmi. Antigona ra të fikte ndërsa po punonte. 3 djemt e gjetën të shtrirë në obor dhe u friksuan aq shumë sa filluan të qanin. Nën, bërtiti eri, duke e tëndur. Antigona hapi syt ngadalë, pa 3 fytyrat e tyre plot lot dhe u përpoq të buzëqeshte. Jam mirë, përshfëriti ajo, thjesht u lodha pak. Por nuk ishte thjesht lodhje. Ishte vite pune, vite sakrificash, vite të dhënit gjithçka pa marrë gati asgjë. Një fqinje e moshuar që e kishte parë erdhi dhe e ndihmoi Antigonën të hynte brenda. Ti po vret veten për këta djem, i tha me ashpërsi. Nuk jam duke vdekur, jam duke jetuar. Për herë të parë në jetën e mi, jam duke jetuar me qëllim. Dhe në atë moment, edhe fqinja e ashpër nuk mund të mbante lotët. 3 djemt u mblodhen atë natë. Luan, tashmë i rritur në mendje, edhe pse i ri në mosh, foli i pari. Ne nuk mund ta lejmë të vazhdoj kështu. Ajo po vdes për ne. Çfarë mund të bëjmë? Pyeti Ardit me dëshpërim. Duhet të ndihmojmë, tha Luan, duke përsëritur fjalët që Antigona u kishte thënë aq herë. Dhe kështu vendosën. Të 3 djemt filluan të punonin. Luan gjeti punë duke ndihmuar në kanter, Ardit duke ndihmuar në furrat e fshatit, Eri duke mbledhur dru dhe e shitur. Kur Antigona e kuptoi, u zemërua për herë të parë. Ju duhet të mësoni, jo të punoni, tha me forcë. Dhe ti duhet të pushosh, jo të vrasësh veten, tha Luan me po aq forcë. Antigona e shikoi dhe pa diçka në sytë e tij. Vendosmëri, fortësi, dashuri. Pa veten e saj të reflektuar në të. Dhe nuk tha asgjë. Vetëm i përqafoi të 3 dhe qau. Vitet vazhduan të kalonin dhe djemt po bëheshin burra të rinj. Luani ishte tashmë 18 vjeç, i lartë dhe i fortë si një pemë shekullore. Arditi ishte 16, i mençur dhe i matur. Eri ishte 14, plot jetë dhe entuziazëm. Të 3 kishin mësuar jo vetëm nga Antigona, por edhe nga jeta. Kishin mësuar se çdo gjë duhet fituar me punë, se ndershmëria është më e vlefshme se ari, se familja nuk është gjak, por dashuri. Për fshati i vogël nuk u ofronte mundësi. Luani e dinte këtë, Arditi e dinte këtë, edhe Eri, ende i riu, e kuptonte. Një mbrëmje, Luani erdhi tek Antigona me një vendim që e kishte torturuar për muaj. Nën, i tha ai, duke e quajtur kështu pa hezitim, ne duhet largohemi. Antigona ndjeu se zemra i ngrinte, por nuk u habit. E kishte pritur këtë moment. Ku? Pyeti ajo qetë. Në qytet, tha Luani. Këtu nuk ka punë, nuk ka shkollë të mirë, nuk ka mundësi. Ne duhet të gjejmë mënyrë për të ndërtuar diçka më të madhe. Antigona e shikoi në sy. E di, tha ajo me zë të butë. E kam ditur se një ditë do të vinte kjo. Nuk do të harrojmë kurrë, tha Arditi, duke ju bashkuar bisedës. Çdo gjë që kemi, e kemi nga ti. Eri, ende i riu dhe i ndjeshëm, nuk mund të fliste.
vetëm qau dhe e përqafoi Antigonën aq fort sa ajo mezi merrte frym. Shkoj, tha Antigona, duke u përpjekur të ishte e fortë. Shkoni dhe bëni atë që duhet, por mos harroni kurrë se nga keni ardhur, dhe mos harroni se kush jeni. Kush jemi ne? Pyeti Eri me lot. Jeni djem që u braktisën, por që kurrë nuk u dorëzuan, tha Antigona. Jeni djem që mësuan se dashuria është më e fortë se gjaku. Jeni djem që do të bëheni burra të mëdhenj, jo sepse keni pasuri, por sepse keni zemër. Dhe ato fjalë u mbetën në kujtesë për gjithmonë. Dita e largimit erdhi më shpejt se sa kishin menduar. 3 djemt mblodhen gjërat e pakta që kishin, disa rroba, disa libra dhe një fotografi të vjetër që Antigona kishte bërë me ta. Antigona përgatiti mëngjesin e fundit për ta. I uli pranë tryezës dhe u la përpara bukën që kishte pjekur me duart e saj. Hani mirë, u tha ajo, udhëtimi është i gjatë. Por askush nuk ishte oreksin e mirë. Të gjithë dinin se kjo ishte një ndarje, nuk e dinin kur do të shihnin njëri tjetrin përsëri. Kur erdhi koha për të ikur, Antigona i shoqëroi deri në portë. Qëndroi atje me duart e mpikura dhe zemrën plot dhimbje, duke i parë duke u larguar. Do të kthehemi, bërtiti Luani, duke u kthyer. E di, ju përgjigj Antigona, duke buzëqeshur përmes lotëve. Do të bëjmë krenar, bërtiti Arditi. Tashmë jam krenare, tha Antigona. Do të dërgojmë letra, bërtiti Eri, duke qarë hopundi. Dhe unë do t'i pres. Dhe pastaj ata u zhdukën pas kodrës, dhe Antigona mbeti vetëm. U kthye në shtëpi që tani duke i kaq e madhe dhe e zbrast. Ulej në karrige dhe për herë të parë, lejoti vetes të qaj pa u mbajtur. Qau për vitet që kishen kaluar, për sakrificat që kishte bërë, për dashurinë që kishte dhënë. Por në fund të qarit ndjeu diçka tjetër, shpresë, sepse e dinte se ata djem do të arrinin, e dinte se do të bëheshin burra të mëdhenj, jo sepse kishin pasuri, por sepse kishin zemër. Qyteti ishte një botë tjetër për 3 djemt. Ishte i madh, i zhurmshëm, i shpejt dhe i padurueshëm. Njerëzit ecnin me ncitje, nuk i shikonte askujt në sy, nuk përshëndesnin. Gjetën një dhomë të vogël për të qiraj, aq të vogël sa 3 shtretër me zizun vend, por ishte gjithçka që mund të përballonin. Nata e parë ishte e vështirë. Të 3 shtriheshin në heshtje, duke dëgjuar zërat e qytetit, makina, klaksona, njerëz që bërtisin. Ishte kaq e ndryshme nga fshati i qetë ku kishin rritur. A mendoni se e bëm gabim? Pyeti Eri në errësirë. Jo, tha Luani me vendosmëri. Ne duhet të jemi këtu, për nënën, për veten, për atardhmen. Por si do të fillojmë? Pyeti Arditi. Njësoj si gjithmonë, me punë të vështirë dhe me besim. Dhe kështu filloi udhëtimi i tyre. Luani gjeti punën e parë në një kantier ndërtimi. Puna ishte e rëndë, mbarte tulla, përzinte çimento, punonte nga agimi deri në mbrëmje. Duar i plas, shpina e dhemte, por nuk u ankua. Paga ishte e vogël, por ishte fillim. Arditi gjeti punë në kuzhinën e një restoranti të vogël. Puna e tij ishte të lante enë, të pastronte dysheme, të hidhte mbeturinat. Nuk ishte e hijshme, por ishte e ndershme, dhe çdo mbrëmje kuzhinierët e restorantit i jepin disa copë ushqim të mbetur. Arditi merrte në shtëpi dhe i ndante me vëllezërit. Eri, më i vogli, gjeti punë si roje sigurie natën. Ishte punë e lodhshme, të qëndrosh zgjuar gjatë gjithë natës, të ecësh në ndërtesa të errta dhe të ftohta, por paga ndihmonte. Gjatë ditës, Eri shkonte në shkollë publike. Ishte i lodhur gjithmonë, por nuk mungonte kurrë. Mësonte me një pasion që befasonte mësuesit. 3 djemt jetonin më shumë pak. Hanin bukë dhe ujë më shumën e kohës. Rrobat i lanin me duar, nuk dilnin kurrë për argëtim. Por çdo monedhë që kursenin e ndanin në 3 pjesë: për qeran dhe nevojat bazike, për arsimin dhe librat, për Antigonën. Letra e parë që i dërguan Antigonës kishte brenda pak para, jo shumë, por mjaft për të blerë dru për dimër. Kur Antigona e mori letrën dhe pa parat, qau. Jo sepse kishte nevojë, edhe pse kishte, por sepse e dinte se ato para ishin fituar me gjak e djers. Shkruante mbrapsht: Djemtë e mi të dashur, ju faleminderit për parat, por nuk duhet të më dërgoni asgjë. Ju keni nevojë më shumë se unë. Kursejini për veten, hani mirë, vishuni ngrohtë dhe mos harroni të luteni. Jam mirë, fshati është i qetë dhe çdo ditë lutem për ju, me dashuri të përjetshme, nëna juaj. Por djemt nuk dëgjonin. Çdo muaj dërgonin para, dhe çdo muaj
Antigona i priste me lot gëzimi. Por jeta në qytet nuk ishte e lehtë. Kishte ditë kur Luani punonte aq shumë sa duar i gjakoseshin. Kishte ditë kur Arditi digjej nga uji i val në kuzhinë. Kishte ditë kur Eri ra në gjumë gjatë mësimit sepse kishte punuar gjithë natën. Kishte edhe njerëz që i trajtonin keq. Ku ke dalti? I tha një punëtor më i vjetër Luanit një ditë. Nga ndonjë fermë fshatare? Po, tha Luani me krenari. Nga një fshat ku njerëzit dinë se çfarë është puna e vërtetë. Kishte edhe momente kur dëshironin të dorëzoheshin. Momente kur rrugën dukej shumë e gjatë, kur lodhja ishte shumë e madhe, kur ëndrat dukeshin të pamundura. Një mbrëmje, pas një dite veçanërisht të vështirë, 3 djemt ulur në dhomën e tyre të vogël. Askush nuk fliste. Të gjithë ishin të lodhur, të frikësuar, të pasigurt. A mendoni se do t'ja dalim? Pyeti Eri me zë të dobët. Luani nuk u përgjigj menjëherë. Pastaj e kujtoi fytyrën e Antigonës. E kujtoi se si ajo kishte punuar vite pa u dorëzuar. E kujtoi se si ajo i kishte mësuar se asgjë e vlefshme nuk vjen lehtë. Po, tha i me forcë, do t'ja dalim, sepse nuk kemi zgjedhje tjetër, sepse i detyrohemi asaj që na dha gjithçka. Dhe ato fjalë u dhan forcë të vazhdonin. Muaj kaluan, dhe ngadalë, shumë ngadalë, gjërat filluan të ndryshonin. Luani, duke punuar me zell dhe duke treguar zgjuarsi, vërejti nga inxhinieri që po bikëqyrte projektin. Ti punon më shumë se kushdo tjetër këtu, i tha inxhinieri një ditë. A ke menduar ndonjëherë të mësosh zanatin? Luani nuk e kishte menduar kurrë, por e priti mundësinë. Inxhinieri e mori si ndihmes dhe fillori ta mësonte, si të lexonte plane ndërtimi, si të llogariste materiale, si të ndërtonte struktura. Luani mësoi me një uri të befasoi të gjithë. Brenda një viti nuk ishte thjesht punëtor, ishte zejtare. Arditi, duke treguar talent natyror në kuzhinë, filloi të mësonte nga kuzhinierët më të vjetër. Mësoi se si të prerë, si të gatuante, si të kombinonte shije. Një ditë, kuzhinieri i kryesori u sëmur dhe Arditit ju desh të merrte vendin e tij. Ishte nervoz, por e bëri me një pasion që la pa fjalë klientët. Kush e gatuaj këtë? Pyeti pronari i restorantit. Gatuaj esur i ri, tha kamerieri. Pronari erdhi në kuzhinë dhe i gjeti Arditin duke pastruar. Ti ke talent, i tha ai. Do t'i jap më shumë përgjegjësi dhe më shumë pagë. Eri ndërkohë po shkëlqente në shkollë. Mësuesit e tij ishin të befasuar nga inteligjenca dhe vendosmëria e tij. Ky djalë ka potencial për të shkuar shumë larg, thoshit ata. Një ditë, drejtori i shkollës e thiri Erin. Kam dëgjuar për situatën tënde, tha ai. Për faktin se punon natën dhe vjen në shkollë ditën, dua të ofroj një bursë. Eri nuk mund të besonte. Për pse? Pyeti ai. Sepse shoh në ty diçka që rrallë shoh, tha drejtori. Shoh dikë që nuk dorëzohet dhe njerëzit e tillë meritojnë çdo ndihmë. Atë mbrëmje, Eri u kthye në shtëpi dhe u tregoi vëllezërve. Të tre qajnë nga gëzimi. Nëna do të jetë kaq krenar, tha Arditi. Le t'ja shkruajmë, tha Luani. Dhe kështu bën. Shkruan një letër të gjatë, duke i treguar Antigonës për çdo gjë që po ndodhte. Kur Antigona e mori letrën, e lexoi dhe rilexoi 10 herë, dhe çdo herë qante dhe buzëqeshte në të njëjtën kohë. Vitet vazhduan të kalonin, dhe me çdo vit që kalonte, 3 djemt po bëheshin më të fortë, më të mençur, më të aftë. Luani, tani 22 vjeç, kishte hap kompaninë e tij të vogël ndërtimi. Filloi me vetëm 2 punëtor, por reputacioni i tij për punë cilësore u përhap shpejt. Projektet filluan të rriten. Arditi, 20 vjeç, ishte bërë kuzhinieri kryesor i restorantit. Ushqimi i tij po bëhej i njohur në gjithë qytetin. Njerëzit vinin nga larg vetëm për të provuar pjatat e tij. Eri, 18 vjeç, kishte fituar një vend në universitet fal notave të larta dhe bursës që kishte marrë. Po studionte ekonomi dhe biznes. Por asnjëri prej tyre nuk kishte harruar nga kishin ardhur. Çdo ditë mendonin për Antigonën, çdo javë dërgonin para, çdo muaj shkruanin letra dhe çdo vit premtonin. Një ditë do të kthehemi dhe do ta bëjmë krenar. Por në fshat, Antigona po plakej. Trupi i saj nuk ishte më aq i fortë, duart e mpikura nuk mund të punonin aq sa më parë. Këmbët më dhembnin kur ecte, por zemra e saj ishte plot. Çdo ditë lexonte letrat që djemtë i dërgonin, çdo natë lutej për ta. Fqinjët e shikonin me admirim tani,
Nuk fliste ma askush keq për të. Në vend kësaj i thoshin, shihni atë grua, i rriti 3 djemë që tani po bëhen diçka. Por kishte ditë kur Antigona ndjente vetmin, ditë kur dëshironte ta dëgjonte zërin e tyre, ta shihte fytyrat e tyre, ti përqafonte. Një mbrëmje, një fqinje e moshuar erdhi për ta vizituar. A të mungojnë? E pyeti ajo. Çdo ditë, tha Antigona me lot, por jam krenar për ta, dhe kjo mjafton. Do të kthehen, tha fqinja, dhe kur të kthehen, do të befasojnë. Antigona buzëqeshi. Tashmë më kanë befasuar. Çdo ditë që jetojnë si njerëz të mirë, unë jam e befasuar dhe e lumtur. Në qytet, 3 djemt tani ishin burra të pjekur. Luani ishte 28 vjeç, Arditi 26 vjeç dhe Eri 24 vjeç. Të 3 kishin arritur sukses, jo të madh, por të qëndrueshëm dhe ndershëm. Kompania e ndërtimit e Luanit po rritej. Restorantet e Arditit, kishte hapur tashmë 2 të tjerë, po bëheshin të njohura në gjithë qytetin. Njerëzit vinin nga larg vetëm për të provuar pjatat e tij. Firma konsultuese e Erit po tërhiqte klient të rëndësishëm. Por edhe në kulmin e suksesit të tyre, ata nuk kishin harruar premtimin që kishin bërë me vete. Një ditë, u mblodhën në një kafene në qytet. Ishte hera e parë që ishin të 3 së bashku pas shumë kohe. Sa kohë ka që nuk e kemi parë nënën? Pyeti Eri me zë plot mall. Shumë, tha Luani, të per shumë. Ajo na dha gjithçka, tha Arditi me lot në sy, dhe ne ç'i kemi dhënë. Letra dhe para që nuk janë asnjë krahasuar me atë që ajo na dha. Jo më, tha Luani me vendosmëri, është koha të kthehemi, jo vetëm me fjalë, por me vepra. Çfarë keni mendje? Pyeti Eri. Luani u shikoi në sy. Do të blejmë 3 makina Mercedes, të reja, të shkëlqyera, perfekte. Kur i blen, u ndjen si fëmijë përsëri, të emocionuar, nervoz, të lumtur. Nëna nuk e beson, tha Arditi, duke prekur makinën me respekt. Do ta bëjmë ta besoj, tha Luani. Ndërkohë, në fshat, Antigona nuk dinte asgjë. Djemtë i kishin thënë se do të vinin për vizitë, por nuk kishin zbuluar asnjë detaj. Antigona po përgatitej me emocion, pastroi shtëpinë nga maji në themele, gatuaj gjithçka që dinte se u pëlqente. Priti me një emocion që nuk e kishte ndjer prej vitesh. Ishte një mëngjes pranvere kur 3 Mercedes të reja hynë në fshat. Dielli po ngjitej dhe drita e artë e mëngjesit i bënte makinat të shkëlqenin si diamante. Njerëzit ndaluan dhe i shikuan me gojë hapur. Fëmijët vrapuan pas tyre. Gratë dolën në balkone për të parë. Burrat lanë punën për të shikuar. Kush janë? Pyesni njëri tjetrin. Nuk i njoh, thoshin të tjerë. Por një grua e moshuar, ajo që kishte qenë fqinje e Antigonës prej vitesh, i njohi me njëherë. Janë djemt, tha ajo me lot. Djemt e Antigonës. 3 makinat ndaluan përpara shtëpisë së vjetër të Antigonës. Brenda, Antigona po rregullonte tryezën për të 3ën herë, nervoz si një nuse përpara dasmës. Dëgjoi zhurmën jashtë dhe mendoi se ishte ndonjë dasmë apo ngjarje. Por pastaj dëgjoi një zë që e bëri të ngrinte, një zë që e njohu menjëherë, edhe pse kishte kaluar kaq kohë. Nën, dora me pjatën i urrëzua dhe çoptoi në dysheme. Zemra ndaloi për një moment, pastaj filloi të rrithe aq fort sa mendoi se do të shpërthente. U kthye dhe pa 3 burra që po qëndronin në port. Burra të lartë, të fortë, të veshur me rroba të bukura, por fytyrat i njohu menjëherë. Luan, përshpëriti ajo. Ardit, Eri? Të 3 hynë dhe ju afruan. Antigona nuk mund të lëviste, këmbët nuk e mbanin. Vetëm qëndroi atje, duke qarë, ndërsa 3 djemt, burrat e saj që ajo i kishte rritur nga asgjë e përqafuan. U mbërthyen të 4 në një përqafim që dukej se nuk do të mbaronte kurrë. Lotët rridhnin lirisht, fjalët nuk dolën, nuk ishin të nevojshme. Jashtë, e gjithë fshati kishte dalë për të parë. Njerëzit qëndronin në heshtje, shumë me lot në sy, duke dëshmuar një moment që nuk do të harronin kurrë. Kur përgjafimi më në fund të çlirua, Luan mori Antigonën për dorë. Nën, tha ai me zë plot emocion, kemi ardhur për të treguar diçka. Ju tashmë më keni dhënë gjithçka, tha Antigona përmes lotëve, thjesht duke qenë këtu. Jo, tha Arditi, akoma nuk ke parë asgjë. Ata e quan jashtë. Antigona pa 3 makina të shkëlqyera dhe ndaloi. Janë, fillon ajo, por nuk mund të mbaronte fjalën. Janë për ty, tha Eri.
Këto janë dëshmitë e asaj që ne arritëm fal teje. Çdo sukses, çdo arritje, çdo gjë që kemi, të gjitha filluan nga dora jote. Antigona shikoi makinat, pastaj 3 burrat, pastaj fshatarët që kishin mbledhur rreth e qark. Unë nuk kam nevojë për makina, tha ajo me zë të butë. Kam nevojë vetëm për ju. E dim, por dëshirojmë që të gjithë ta dinë, çdo njeri në këtë fshat, çdo njeri që foli keq për ty, çdo njeri që dyshoi, ta di se ti ishe e drejtë, se mirësia kthehet, se dashuria fiton. Dhe në atë moment, edhe njerëzit më të ashpër të fshatit nuk mund të mbanin lotët. Një grua që dikur kishte thënë se Antigona po bënte gabim, erdhi dhe ra para saj në gjunjë. Më fal, tha ajo duke qarë, të gjykova pa të njohur, fola keq për ty kur ti po bënte vetëm mirësi. Antigona e ngriti nga duart. Nuk ka nevojë për falje, tha ajo me botësi. Ti bëre atë që mendonin shumë të tjerë, por tani të gjithë po shohim se Zoti shpërblen ata që japin pa pritur. Një burr i moshuar që kishte qenë gjithmonë skeptik, erdhi dhe u tha 3 djemve: Ju jeni shembull për çdo të ri në këtë fshat, jeni dëshmi se nuk ka rëndësi ku lind, por si rritet. Por djemt nuk ishin mbaruar. Nën, tha Luani, kjo është vetëm fillimi. Hajde me ne. I hypën në një nga makinat dhe u nisën. Antigona nuk dinte ku po shkonte, por besoi tek ata, siç e kishte bërë gjithmonë. Ndaluan në një fushë në skajin e fshatit, një vend që Antigona e njihte mirë sepse kishte punuar atje për vite. Për tani, në mes të fushës, po ngrihej një shtëpi e re, jo e vogël, por e madhe, jo e rënuar, por e fortë e bukur. Muret ishin të bardha e pastra, çatia ishte e re e fortë, dritaret ishin të mëdha, duke lejuar dritën të hyjë. Antigona e shikoi me gojë hapur. Çfarë është kjo? Shtëpia jote e re, tha Eri me një buzëqeshje të gjarë. Por, unë kam shtëpi, tha Antigona, ende e hutuar. Ajo shtëpi ishte e vjetër dhe ftoft, tha Arditi. Kjo është e jotja, e ndërtuar me duart tona, me parat që fituam, me dashurin që na mësove. Luani e çoi Antigonën brenda. Shtëpia ishte plot dritë dhe ngrohtësi. Kishte dyer që mbylleshin mirë, dritare që nuk rrjedhnin, dysheme të bukura druri. Kishte një sobë moderne që do ta mbante ngrohtë gjatë dimrit. Kishte një kuzhinë të pajisur, një dhomë gjumi të madhe, edhe një bibliotekë të vogël plot libra. Në mur kishte një fotografi, fotografia e vjetër që Antigona kishte bërë me 3 djemt kur ishin të vegjël. Ishte e zgjeruar dhe e vënë në kornizë të bukur. Antigona e pa dhe filloi të qaj pa u mbajtur. U ul në një karrige dhe mbuloi fytyrën me duar. 3 djemt u friksuan. Nuk të pëlqen? Pyeti Eri me shqetësim. Antigona uli duart dhe i shikoi përmes lotëve. Nuk është se nuk më pëlqen, tha ajo me zë të thyer. Është se unë nuk e meritoj këtë. Ç'po thua? Tha Luani, duke ulur pranë saj. Ti meritove çdo gjë. Ti na dhe jetë kur askush tjetër nuk na dha shans. Ti punove vite për ne. Ti sakrifikove gjithçka. Unë bëra vetëm atë që çdo nën do të bënte, tha Antigona. Jo, tha Arditi me forcë. Çdo nën biologjike ka një arsye për të dashur fëmijët e saj. Ata janë gjaku i saj. Por ti na dashurove pa pasur asnjë arsye tjetër përveç zemrës. Kjo është dashuria më e pastër që ekziston. Eri u bashkua për qafimit. Ti je mi jeta jon, tha ai. Dhe kjo shtëpi është vetëm fillimi. Do të kujdesemi për ty tani, ashtu siç ti u kujdese për ne. Antigona i mbajti të 3 në krah dhe qau, por tani ishin lot lumturie, jo dhimbjeje. Atë mbrëmje, fshati i tërë organizoi një fest. Nuk ishte planifikuar, por ndodhi natyrshëm. Njerëzit sollën ushqim, muzik, gëzim. Antigona u ul në vendin e nderit, e rrethuar nga 3 djemt e saj. Njerëzit vinin dhe e përshëndesnin, duke i kërkuar falje për fjalët e këqija, duke uruar për suksesin e djemve. Një grua e re, që kishte qenë fëmijë kur Antigona kishte marrë djemt, erdhi dhe i tha: Ju më mësuat një mësim pa e ditur. Kur unë isha e vogël, prindrit e mi më treguan për ju dhe për atë që bët, dhe më thanë: Shih, kjo është mirësia e vërtet. Tani, unë po rritë vajzën time me të njëjtat vlera. Antigona buzëqeshi. Atëherë puna ime nuk ishte e kotë. Një burr i moshuar, që kishte qenë fqinji i saj prej vitesh, u ngrit dhe kërkoi heshtje. Dua të them diçka, tha me zë të lartë. Sot,
Të gjithë jemi dëshmitar të një mrekullie. Jo mrekullia e makinave apo shtëpisë, por mrekullia e dashurisë. Antigona na mësoi se familja nuk është gjak, por zemër, se mirësia nuk humbet kurrë, edhe nëse kthehet vonë, dhe se një grua e vetme, e varfër, por me zemër të madhe, mund të ndryshojë botën. Të gjithë duart trotën, dhe shumë qajnë. Luani u ngrit dhe foli. Dua të falenderoj fshatat që ndihmuan nënën time kur ne nuk ishim këtu. Dua të falenderoj çdo njeri që i dha një copë buke, një fjalë të mirë, një dorë ndihme. Dhe dua t'ju them diçka. Ne nuk kemi harruar nga kemi ardhur. Nuk kemi harruar fshatin që na rriti dhe do t'i japim mbrapsht. Arditi vazhdoi. Do të hapim mundësi pune për të rinjtë e fshatit. Do të ndihmojmë familjet që kanë nevojë. Do të ndërtojmë një shkollë këtu që fëmijët mos kenë nevojë të gjejnë larg. Eri përfundoi. Sepse nëna jon na mësoi se kur ke, duhet të ndash, dhe ne kemi për shkak të saj. Festa zgjati deri natën vonë. Ishte një fest që fshati nuk do të harronte kurrë. Ditët që erdhën pas festës ishin si ëndër për Antigonën. Çdo mëngjes zgjohej në shtrat të butë, në dhomë të ngrohtë, pa shqetësim se çatia do të rrjedh apo dritaret do të plasarisin. Dysheme të bukura druri. Kishte një sobë moderne që do ta mbante ngrohtë gjatë dimrit. Kishte një kuzhinë të pajisur, një dhomë gjumi të madhe, edhe një bibliotekë të vogël plot libra. Në mur kishte një fotografi. Fotografia e vjetër që Antigona kishte bërë me 3 djemt kur ishin të vegjël. Ishte e zgjeruar dhe e vënë në kornizë të bukur. Antigona e pa dhe filloi të qaj pa u mbajtur. U ul në një karrige dhe mbuloi fytyrën me duar. 3 djemt u friksuan. Nuk të pëlqen? Pyeti Eri me shqetësim. Antigona uli duar dhe i shikoi përmes lotëve. Nuk është se nuk më pëlqen, tha ajo me zë të thyer. Është se unë nuk e meritoj këtë. Ç'po thua? Tha Luani, duke ulur pranë saj. Ti meritove çdo gjë. Ti na dhe jetë kur askush tjetër nuk na dha shans. Ti punove vite për ne. Ti sakrifikove gjithçka. Unë bëra vetëm atë që çdo nën do të bënte, tha Antigona. Jo, tha Arditi me forcë. Çdo nën biologjike ka një arsye për të dashur fëmijët e saj. Ata janë gjaku i saj. Por ti na dashurove pa pasur asnjë arsye tjetër përveç zemrës. Kjo është dashuria më e pastër që ekziston. Eri ju bashkua për qafimit. Ti jemi jeta jon, tha ai. Dhe kjo shtëpi është vetëm fillimi. Do të kujdesemi për ty tani, ashtu siç ti u kujdese për ne. Një mbrëmje, kur ishin ulur të gjithë pranë sobës së re, Antigona filloi të tregonte historinë nga e kaluara. E kujtoni natën e parë, tha ajo me buzëqeshje, kur ju erdhët në shtëpinë time dhe nuk doni të hanit sepse mendoni se ishte kurth. Luan qeshi. Si mund ta haroj? Isha kaq i uritur sa gati po vdisja, por kisha frikë të besoja. Dhe ti Erdit, vazhdoi Antigona, ti nuk fole për 3 ditë të plota, vetëm më shikoje me ato sy të mëdhenj. Arditi uli kokën me buzëqeshje. Nuk dija çfarë të them, nuk kisha mësuar të besoja tek njerëzit. Dhe Eri, tha Antigona duke shikuar me mall, ti ishe kaq i vogël, mezi mund të mbaje syt hapur. Eri qau pak. Dhe ti më mbaje në kraj gjithë natën, kur zgjohesh duke qarë, ti ishe gjithmonë atje. Sepse keni qenë fëmijët e mi, tha Antigona thjesht. Nga momenti që ju pash, ju bëhet fëmijët e mi. Dhe ti bëre nëna jon, tha Luani, nëna e vetme që njihim. Ata qëndruan në heshtje për një kohë, duke kujtuar vitet që kishin kaluar, vitet e vështira, të dhimbjes, të sakrificave, por edhe vitet e dashurisë, të rritjes, të shpresës. A pendoheni ndonjëherë? Pyeti Antigona papritur. Për çfarë? Pyeti Arditi befasuar. Që u larguat nga qyteti dhe erdhët këtu, tha Antigona, që more 3 fëmijë të panjohur dhe ndryshuat jetën tuaj. Të 3 shikuan me shqetësim. Pastaj Luani foli. Nën, ajo ishte vendimi më i mirë që bëra në jetën time. Nëse nuk do të na kishe marrë, ne nuk do të ishim këtu, do të kishim vdekur në rrugë, apo do të kishim rritur pa dashuri, pa drejtim, pa shpresë. Ti na dhe jetë, tha Eri, dhe për atë do të jemi përgjithmonë mirënjohës. Antigona qau përmes buzëqeshjes. Dhe ju më dhatë qëllim. Pas vdekjes së burrit tim nuk dija pse po jetoja, por pastaj ju erdhët dhe gjithçka pati kuptim. Javët u bën muaj. 3 djemt u kthyen në punët e tyre në qytet, por vinin çdo fundjavë për ta vizituar Antigonën.
dhe çdo herë që vinin, sillnin diçka, ushqim, dhurata, por më e rëndësishmja, dashuri. Por ata nuk harronin premtimin që kishin bërë, të ndihmonin fshatin. Luani filloi ndërtimin e një shkolle të re në fshat. Ishte një ndërtesë moderne, me klasa të hapura, me libra të rinj, me hapësira për sport. Fëmijët e këtij fshati meritojnë arsim të mirë, thoshte ai, ashtu si ne meritojmë, edhe pse nuk e morëm. Arditi hapi një qendër ushqimore ku familjet me nevojë mund të merrnin ushqim falas. Askush nuk duhet të flejë uritur, thoshte ai, jo në këtë fshat, jo sa unë jam gjallë. Eri krijoi një program burse për të rinjtë e fshatit që dëshironin të studionin. Arsimi është çënësi çdo gjëje dhe çdo fëmijë meriton shans. Fshati po ndryshohej. Nuk ishte më fshati i varfër dhe i harruar, ishte duke u bërë një vend me shpresë, me mundësi, me të ardhme. Dhe gjithë kjo për shkak të një gruaje që kishte zgjedhur dashurinë mbi të gjitha. Një ditë, Antigona po qëndronte në oborin e shtëpisë së re, duke shijuar diellin e pasdites, kur erdhi një makinë tjetër. Prej saj zbritën një burrë dhe një grua të rinj. Antigona nuk i njihte, por ata erdhën drejt saj me respekt. "Jeni Antigona?" pyeti gruaja. "Po, por kush jeni ju?" Burri u ul pranë saj. "Ne jemi gazetar," tha ai. "Kemi dëgjuar historinë tuaj dhe dëshirojmë ta ndajmë me botën." Antigona tundisti kokën. "Nuk kam bërë asgjë të veçantë," tha thjesht. "Me respekt, zonjë, keni bërë diçka jashtëzakonshme. Keni marrë 3 fëmijë që askush nuk i donte dhe i keni rritur me dashuri, keni mësuar vlera, dhe tani ata janë duke ndryshuar jo vetëm jetët e tyre, por edhe jetën e një fshati të tërë. Kjo është heroizëm." Antigona qau përmes buzëqeshjes. "Dhe ju më dhatë qëllim. Pas vdekjes së burrit tim nuk dija pse po jetoja, por pastaj ju erdhët dhe gjithçka pati kuptim." Javët u bën muaj. 3 djemt u kthye në punët e tyre në qytet, por vinin çdo fundjavë për ta vizituar Antigonën, dhe çdo herë që vinin, sjellnin diçka, ushqim, dhurata, por më e rëndësishmja, dashuri. Por ata nuk harronin premtimin që kishin bërë, të ndihmonin fshatin. Luani filloi ndërtimin e një shkolle të re në fshat. Ishte një ndërtesë moderne, me klasa të hapura, me libra të rinj, me hapësira për sport. "Fëmijët e këtij fshati meritojnë arsim të mirë," thoshte ai, "ashtu si ne meritojmë, edhe pse nuk e morëm." Arditi hapi një qendër ushqimore ku familjet me nevojë mund të merrnin ushqim falas. "Askush nuk duhet të flejë uritur," thoshte ai, "jo në këtë fshat, jo sa unë jam gjallë." Eri krijoi një program burse për të rinjtë e fshatit që dëshironin të studionin. Arsimi është çelësi i çdo gjëje dhe çdo fëmijë meriton shans. Fshati po ndryshohej. Nuk ishte më fshati i varfër dhe i harruar, ishte duke u bërë një vend me shpresë, me mundësi, me të ardhme. Dhe gjithë kjo për shkak të një gruaje që kishte zgjedhur dashurinë mbi të gjitha. Një ditë, Antigona po qëndronte në oborin e shtëpisë së re, duke shijuar diellin e pasdites, kur erdhi një makinë tjetër. Prej saj zbritën një burrë dhe një grua të rinj. Antigona nuk i njihte, por ata erdhën drejt saj me respekt. "Jeni Antigona?" pyeti gruaja. "Po, por kush jeni ju?" Burri u ul pranë saj. "Ne jemi gazetar," tha ai. "Kemi dëgjuar historinë tuaj dhe dëshirojmë ta ndajmë me botën." Antigona tundisti kokën. "Nuk kam bërë asgjë të veçantë," tha thjesht. "Me respekt, zonjë, keni bërë diçka jashtëzakonshme. Keni marrë 3 fëmijë që askush nuk i donte dhe i keni rritur me dashuri. Keni mësuar vlera, dhe tani ata janë duke ndryshuar jo vetëm jetët e tyre, por edhe jetën e një fshati të tërë. Kjo është heroizëm." Antigona qau përmes buzëqeshjes. "Dhe ju më dhatë qëllim. Pas vdekjes së burrit tim nuk dija pse po jetoja, por pastaj ju erdhët dhe gjithçka pati kuptim." Javët u bën muaj. 3 djemt u kthye në punët e tyre në qytet, por vinin çdo fundjavë për ta vizituar Antigonën, dhe çdo herë që vinin, sjellnin diçka, ushqim, dhurata, por më e rëndësishmja, dashuri. Por ata nuk harronin premtimin që kishin bërë, të ndihmonin fshatin. Luani filloi ndërtimin e një shkolle të re në fshat. Ishte një ndërtesë moderne, me klasa të hapura, me libra të rinj, me hapësira për sport. "Fëmijët e këtij fshati meritojnë arsim të mirë," thoshte ai, "ashtu si ne meritojmë, edhe pse nuk e morëm." Arditi hapi një qendër ushqimore ku familjet me nevojë mund të merrnin ushqim falas. "Askush nuk duhet të flejë uritur," thoshte ai, "jo në këtë fshat, jo sa unë jam gjallë." Letrat filluan të arrinin në shtëpinë e Antigonës.
letra nga njerëz që ajo nuk I kishte takuar kurrë. Një grua shkruante: "Unë kam menduar të adoptoj një fëmijë për vite, por kisha frikë. Historia juaj më dha guximin për ta bërë. Faleminderit." Një burr shkruante: "Kam jetuar vetëm për vite, duke menduar vetëm për veten. Tani po kërkoj mënyra për të ndihmuar të tjerët. Ju më mësuat se jeta ka kuptim kur e jeton për të tjerët." Një vajzë re shkruante: "Jam rritur në një shtëpi adoptimi. Shpesh ndihem sikur askush nuk më do, por historia juaj më tregoi se dashuria nuk ka lidhje me gjakun. Tani besoj se edhe unë mund të gjej dikë që më do ashtu siç ju I duani djemt tuaj." Antigona I lexonte të gjitha dhe qante: "Nuk e kisha imagjinuar se historia ime do të prekte kaq shumë njerëz," u tha ajo 3 djemve një ditë. "Sepse është një histori e vërtetë," tha Luani, "dhe historitë e vërteta kanë fuqi." Viti I parë në shtëpinë e re kaloi plot gëzim. Antigona nuk kishte qenë kurrë më e lumtur. Kishte një shtëpi të ngrohtë, 3 djem që e donin, dhe një fshat që e respektonte. Por më e rëndësishmja kishte qetësi. Për herë të parë në jetën e saj, nuk kishte nevojë të shqetësohej për mesër. Nuk kishte nevojë të pyeste se nga do të gjente buk apo si do të paguante qiran. 3 djemt siguruan që ajo të kishte gjithçka, por nuk e mbingarkuan me dhurata materiale. Dinin se ajo që Antigona vlerësonte më shumë ishte koha e kaluar së bashku. Kështu që çdo fundjavë vinin dhe kalonin kohë me të, gatuanin së bashku, hanin së bashku, qeshnin së bashku. Luani I tregonte për projektet e ndërtimit, ardit për restorantet e reja, eri për klientët interesant që kishte takuar, dhe Antigona dëgjonte me vëmendje, duke u ndjerë krenar për çdo fjalë që dëgjonte. Një ditë Luani erdhi me një lajm. "Nën," tha I nervoz, "kam diçka për të treguar." Antigona e shikoi me kureshtje. "Çfarë?" "Jam fejuar," tha me buzëqeshje. "Kjo është e mrekullueshme. Kur do ta takoj?" "Sot," tha Luani. Ajo është në makinë. Ishte nervoze për të takuar. Antigona doli dhe pa një vajzë të bukur dhe të butë që po priste me shqetësim. "Mos ki frikë," tha Antigona me ngrohtësi. "Nëse Luani të ka zgjedhur, atëherë ti duhet jesh e veçantë." Vajza, e quajtur Elira, filloi të qaj nga emocionet. "Kam dëgjuar kaq shumë për ju," tha ajo. "Luani flet për ju çdo ditë dhe kam lexuar historinë tuaj. Ju jeni frymëzimi im." Antigona e përqafoi. "Dhe tani je pjesë e familjes sime," tha ajo. Muaj më vonë, Ardit erdhi me një lajm të ngjashëm. Edhe ai ishte fejuar. Vajza e tij, Diella, ishte një kuzhiniere e talentuar që punonte në një nga restorantet e Arditit. "Ajo është arsyeja pse ushqimi im u bë edhe më I mirë, sepse tani gatuaj me dashuri në zemër," tha Arditi. Eri, më I vogli, u martua I pari. Gruaja e tij, Alma, ishte një mësuese e re që punonte në shkollën që Luani kishte ndërtuar. Kur e takova, e para gjë që më tha ishte: "Nëna jote duhet jetë një grua e mrekullueshme," dhe unë dija që kjo ishte gruaja e duhur. Brenda pak vitesh, Antigona u bë gjyshe. Luan dhe Elira patën një djalë, Ardit dhe Diella patën një vajzë, Eri dhe Alma patën binjak, një djalë dhe një vajzë, dhe çdo fëmijë u quajt me një emër që e nderonte Antigonën apo vlerat që ajo I kishte mësuar djemve. Antigona e donte rolin e saj si gjyshe. Çdo herë që niprit vinin, ajo I mbushte me dashuri. I mbante në krah, u lexonte histori, u mësonte vlera. "Gjyshja ka një zemër kaq të madhe," thoshin fëmijët. Dhe Antigona u mësonte të njëjtën gjë që ua kishte mësuar djemve të saj. Dashuria është më e rëndësishmja, jo parat, jo fama, jo gjërat materiale, vetëm dashuria. Një ditë nipri më I madh, djali I Luanit, e pyeti Antigonën: "Gjyshje, është e vërtetë se babai im ishte jetim?" Antigona e shikoi me butësi. "Po," tha ajo, "por ai nuk mbeti jetim përgjatë." "Sepse ti e more?" pyeti fëmia. "Po, sepse dashuria nuk pyet nga vjen dikush, pyet vetëm nëse ka nevojë." Fëmia e përqafoi fort. "Jam kaq I lumtur që ti je gjyshja ime." Antigona qaj përmes buzëqeshje. "Dhe unë jam e lumtur që ju të gjithë jeni këtu." Vitet vazhduan të kalonin dhe Antigona po plakej. Flokët ishin më krejtësisht të bardhë. Trupi nuk ishte më aq I fortë, por shpirti I saj ishte plot paqe. Një mbrëmje, kur e gjithë familja ishte mbledhur, 3 djemtë, gratë e tyre, niprit, Antigona I shikoi të gjithë dhe u mbush me mirënjohje. "Dua t'ju them diçka," tha me zë të butë. Të gjithë u qetësuan dhe e dëgjuan me vëmendje. "Kur isha e re dhe e vetme, pas vdekjes së burrit tim,
Mendoja shpesh se pse po jetoja, tha ajo. Nuk kisha fëmijë, nuk kisha pasuri, nuk kisha asgjë që të më jepte kuptim. Por pastaj, erdhi një ditë kur gjeta 3 djemë të vegjël duke qarë në rrugë. Dhe në atë moment, jeta ime pati kuptim. Ajo i shikoi Luanin, Arditin dhe Erin me lot në sy. Ju më dhat një arsye për të jetuar, më dhat qëllim, dhe më dhat dashurinë më të madhe që një zemër mund të ndjejë. Luani e mbajti dorën, dhe Tina dhe jetë, përsëri. Ne jemi një familje jo sepse ndajmë gjak, vazhdoi Antigona, por sepse ndajmë dashuri, dhe kjo është më e fortë se çdo gjë tjetër. Elira, gruaja e Luanit, foli. Ju keni qenë shembulli që unë pasoj çdo ditë. Kur e rrite fëmijën tim, dëshiroj të arrite me të njëjtën dashuri dhe vlera që ju dha djemve tuaj. Diella, gruaja e Arditit, shtoi. Historia juaj më mësoi se nuk ka rëndësi sa të vogël janë veprat e mira. Një copë buke, një fjalë e mirë, një dorë ndim, të gjitha kanë fuqi të ndryshojnë jetë. Alma, gruaja e Erit, tha: çdo ditë në shkollë, tregoj historinë tuaj për fëmijët, sepse ata duhet të dinë se mirësia ekziston, se dashuria fiton, se një person mund të ndryshojë botën. Antigona qau nga lumturia. Nuk kam bërë asgjë të veçantë, tha ajo. Thjesht dash dashuri. Dhe kjo është gjëja më e veçantë që mund të bëj dikush, tha Eri. Kur Antigona mbushi 80 vjeç, e gjithë fshati organizoi një festë madhështore. Nuk ishte thjesht një festë ditëlindjeje, ishte një festë për jetën, për dashurinë, për sakrificën. Shkolla që Luan kishte ndërtuar u mbush me njerëz. Ishin fshatar, njerëz nga qyteti, madje edhe njerëz që kishin lexuar historinë e Antigonës dhe kishin udhëtuar nga larg për ta takuar. Ishin fjalime, ishin këngë, ishin lot dhe qeshje. Një grua e moshuar që kishte qenë fqinja e Antigonës për dekada, tholi: kam jetuar në këtë fshat për 85 vjet. Kam parë shumë njerëz të vinë dhe të shkojnë, por asnjë nuk ka lënë gjurmë sa Antigona. Ajo na mësoi se jeta nuk matet me vite, por me dashuri. Dhe ajo ka jetuar një jetë plot dashuri. Kryetari i fshatit, një burr i ri që kishte rritur duke dëgjuar historinë e Antigonës, shpalli: nga sot e tutje, shkolla që Luan ndërtoi do të quhet Shkolla Antigona, sepse ajo është simboli i arsimit të vërtet, jo vetëm libra dhe nota, por vlera dhe dashuri. Antigona u habit dhe u prek thellë. Unë nuk meritoj një nder të tillë, tha ajo. Meritoni çdo nder, tha kryetari, dhe edhe më shumë. Festa zgjati deri natën vonë, dhe në fund, kur të gjithë kishin ikur dhe vetëm familja mbeti, Antigona ul në një karrige dhe shikoi 3 djemt e saj. Tani burra të pjekur me familjet e tyre. Kam jetuar një jetë të bukur, tha me lot gëzimi. Dhe gjithçka fal jush. Vitet e fundit të jetës së Antigonës ishin plot paqe dhe lumturi. Ajo jetonte e rrethuar nga dashuria e familjes së saj, 3 djemt, gratë e tyre, niprit dhe mbesat. Çdo ditë ishte një dhuratë. Çdo mëngjes zgjohej dhe falenderonte Zotin për jetën që kishte jetuar. Por më e rëndësishmja, ajo shihte se vlerat që kishte mbjell, po vazhdonin. Djemtë e saj po i mësonin të njëjtat vlera fëmijëve të tyre, dhe ata fëmijë do i mësonin gjeneratave të ardhshme. Një ditë, nipi më i rafsh, djali i Luanit që tani ishte 10 vjeç, erdhi tek Antigona me një pyetje. Gjyshe, tha djali, në shkollë mësuesja na tha të shkruajmë për heroin ton, mund të shkruaj për ty? Buzëqeshja Antigona. Unë nuk jam hero, zemër. Po që je, tha djali me bindje. Ti shpëtove 3 jetë, dhe për shkak të tyre, tani jemi të gjithë këtu. Nëse kjo nuk është heroizëm, atëherë nuk e di se çfarë është. Antigona e paraqafoi fort. Atëherë shkruaj, tha përmes lotëve. Por mos harro të shkruash edhe për 3 djemt që më dhanë qëllim në jetë. Një mbrëmje dimri, kur e gjithë familja ishte mbledhur rreth shtobës, Antigona kërkoi vëmendjen e të gjithëve. Dua të them diçka të rëndësishme, tha me zë të qetë. Të gjithë u afruan dhe e dëgjuan. Unë jam e vogël tani, nuk e di sa kohë më rebetet, por dua t'ju siguroj se kur të vi koha, do të iki e lumtur. Nën, mos flis kështu, tha Luan me shqetësim. Antigona buzëqeshi. Vdekja nuk më frikson, bir. Kam jetuar një jetë të mbushur. Kam parë 3 djemë që gjet në rrugë të bëhen burra të mëdhenj. Kam parë një fshat të varfër të kthehet në një vend plot shpresë. Kam parë dashuri që mund dhe fiton.
Çfarë më shumë mund të kërkoj një zemër? Arditi qau. Por ne kemi akoma nevojë për ty. Njo, tha Antigona me butësi. Ju më keni pasur për vite, tani ju jeni të fortë, të aftë, të kompletuar, dhe kur të mos jem më, do të vazhdoni pa mua, sepse çdo gjë që ju ka mësuar, jeton brenda jush. Eri e mbajti dorën, por ne dëshirojmë të kemi akoma. Dhe do të më keni, tha Antigona, në çdo vepër të mirë që bëni, në çdo fjalë dashurie që thoni, në çdo herë që ndihmoni dikë që ka nevojë. Unë do të jem atje. Ajo i shikoi nipërit dhe mbesët. Dhe ju, fëmijët e mi të vegjël, dëgjoni mirë. Kur të rriteni, mos harroni kurse nga keni ardhur. Mos harroni se familja juaj u ndërtua mbi dashuri, jo mbi gjak. Dhe kjo e bën atë edhe më të fortë. Premtoni një gjyshes, tha ajo me forcë, se do të vazhdoni traditën, se do të ndihmoni ata që ka nevojë, se nuk do të kaloni kurrë indiferent pranë dikujt që vuan. Të gjithë premtuan, duke qarë. Antigona vdiq një natë pranvere, në shtëpinë e saj, në shtretin e saj të ngrohtë, e rrethuar nga dashuria e familjes. Vdekja erdhi e qetë, pa dhimbje, thjesht ra në gjumë dhe nuk u zgjua ma. 3 djemt qanin si nuk kishin qarë kur, edhe pse ishin burra të rritur. Në atë moment ishin përsëri fëmijë që kishin humbur nënën. Por në mes të dhimbjes, ndjenja edhe mirënjohje, sepse e dinin se Antigona kishte jetuar një jetë të plot, dhe se ajo ishte larguar e lumtur. Funerali ishte i madh. Erdhën njerëz nga i gjithë vendi, fshatar, qytetar, njerëz që kishin lexuar historinë e saj, njerëz që ishin frymëzuar nga jeta e saj. Luani foli në funeral. Sot ne shohim lamtumir një grua, që ndryshoi jetën time dhe jetën e shumë të tjerëve, tha i përmes lotëve. Ajo nuk kishte asgjë materiale për të dhënë, por na dha gjithçka që një zemër mund t'i jap. Dashuri, përkujdesje, besim. Dhe për këtë, do të jemi përgjithmonë mirënjohës. Arditi vazhdoi. Shumë njerëz jetojnë dhe vdesin, pa lënë asnjë gjurmë, por Antigona la një trashëgimi që do të vazhdoj për breza. Çdo fëmijë që ndihmohet në këtë fshat, çdo familje që mbështetet, çdo vlerë që mësohet, të gjitha janë pjesë e trashëgimisë së saj. Eri përfundoi. Ajo na mësoi se dashuria nuk ka kufi, se mirësia nuk humbet kurrë, se një person i vetëm mund të ndryshojë botën, dhe për sa kohë ne jetojmë, do të vazhdojmë punën e saj. Pas vdekjes së Antigonës, fshati vendosi të ndërtonte një monument në nderin e saj. Ishte një statujë e saj duke mbajtur 3 fëmijë në krah, një përfaqësim i asaj dite kur i kishte gjetur dhe i kishte shpëtuar. Nën statujë shkruhej: Antigona, një grua që dha gjithçka pa pasur asgjë, një nënë që dashuroi pa kushte, një hero që ndryshoi një botë. Çdo vit në ditëlindjen e saj, fshati organizonte një festë ku njerëzit mblidhnin dhe kujtonin historinë e saj. Fëmijët mësonin për të në shkollë, prindrit u tregonin fëmijëve të tyre për gruan që kishte jetuar dashuri. Dhe çdo vit, 3 djemt, tani të moshuar, vinin dhe qëndronin pranë statujës së saj, duke kujtuar, duke falenderuar, duke e dashuruar akoma. 10 vjet pas vdekjes së Antigonës, nipi më i madh i Luanit, që tani ishte 20 vjeç, vendosi të hapte një shtëpi për fëmijët jetim në qytet. E bëj këtë në nderim të gjyshes, shpjegoi ai. Ajo na mësoi se çdo fëmijë meriton dashuri, dhe unë dëshiroj të vazhdoj punën e saj. Kur shtëpia u hap, ai e quajti shtëpia Antigona. Brenda pak vitesh, 10 fëmijë gjetën një shtëpi, dashuri dhe shpresë atje. Dhe çdo fëmijë që dilte nga ajo shtëpi, dilte me vlera që Antigona kishte mësuar: dashuri, nder, punë e vështirë, mirësi. Historia e Antigonës po vazhdonte, jo vetëm në kujtimet e njerëzve, por në vepra që frymëzonte. Sot, 50 vjet pas vdekjes së Antigonës, emri i saj vazhdon të jetojë. Shkolla që mban emrin e saj është një nga më të mirat në rajon. Shtëpia që nipi i saj hapi ka ndihmuar qindra fëmijë, dhe historia e saj është mësuar në shkolla në të gjithë vendin. Por më e rëndësishmja, vlera që ajo mësoi vazhdojnë të jetojnë, në çdo vepër dashurie, në çdo akt mirësie, në çdo herë që dikush zgjedh të ndihmojë në vend që të kalojë indiferent. 3 djemt e saj jetuan jetë të gjata dhe të lumtura. Ata nuk harronin kurrë gruan që u dha jetë, dhe kur vdiqën, ishin të qetë,
duke ditur se kishin jetuar siç ajo u kishte mësuar. Sot, pas zarësit e tyre, fëmijët, niprit, sterpniprit, vazhdojnë traditën. Në çdo gjenerat, historia e Antigonës rrëfehet. Në çdo gjenerat, vlerat e saj mësohen. Sepse historia e Antigonës nuk është thjesht një histori e të pasurit, është një histori që jeton sa ko ka njerëz që besojnë në fuqinë e dashurisë. Është një histori që provon se një person i vetëm, me një zemër të madhe, mund të ndryshojë botën. Dhe është një histori që na mëson se mirësia kthehet. Jo gjithmonë shpejt, jo gjithmonë siç e presim, por gjithmonë. Gjithmonë. Nëse kjo histori të ka prekur zemrën, ndaje me të tjerët, sepse bota ka nevojë për më shumë histori si kjo. Ka nevojë për më shumë njerëz si Antigona. Dhe kush e di, ndoshta ti je Antigona e radhës. Ndoshta dikush rreth teje ka nevojë për dashurinë që vetëm ti mund t'i japësh. Mos hezito, jep, dashuro, ndihmo, sepse mirësia kthehet gjithmonë.